Drejtoresha e përgjithshme e doganave, Elisa Spiropali, në një përballje me gazetarët dhe grupet e interesit në studio e hapur, foli për performancën e doganave në 13 muaj. Ajo tha se rritja me 14% e mbledhjes së të ardhurave është pasojë e mirë administrimit të doganave. Akciza në 13 muaj është taksa me rritjen më të lartë nga të gjitha, nga të ardhurat tatimore. Ka një rritje për 27% vetëm akciza në këto 13 muaj, ose 10 miliard më shumë lek të mbledhura në 13 muaj. Paketën e kam blerë sot dhe paketa është akoma me akcizën e dhjetorit. Është përgjegjësi e shtetit shqiptar, sepse unë paguaj një paket sot me akcizë 110 lek dhe shteti shqiptar merr akoma 70 lek. Sipërmarrësja Donika Mici kishte një kërkesë konkrete atë të heqjes së TVSH-s për makineritë prodhuese. Për çfarë arsye nuk hiqet TVSH-ja e makinerive që janë për prodhim, por duhet të jetë gjithnjë në shtyrje dhe të shtyhen vite. Gjë që nuk është fare kompetitive për bizneset kjo. Nuk është një ndërmarrje që mund ta bëjë dogana, ne jemi organ ligjzbatues, ne zbatojmë ligjet ashtu siç janë. Me paketën e re që është propozuar për hyrjen në fuqi në janar, shtohet një listë e gjatë e makinerive që do jenë të përjashtuara. Pra nuk do kenë detyrime për të paguar. Elisa Spiropali ndau me studion e hapur edhe një lajm personal, kur tha se është në pritje të një vajze. Po, është e vërtet. Unë jam duke pritur me shumë dëshirë një vajzë. Urimet e mia më të mira.